telefonatat dhe arsye teknike që si kemi kaluar do të në transmetim, ndaj do të mirëpresim një tjetër tani. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Teknika do të çojë ky Ylli Rakipi për trajnim durimi. Ndërkohë që përpiqeni të rregulloni atë çka keni për të rregulluar, patronazhistët kanë pushtuar lulishtet e kombinatit. Madje japin dhe me qera këtë të tjerë. Thot një mesazh e bukur shumë kjo. Mirëmëngjes Flavio, pse pengon popullin të shprehin opinionin e tyre për këta plera që mbrojnë hajdutët, këta vemi. Mendimet janë individuale, jo qëndrimi editorial. Lërit thonë çfarë mendojnë për pjellën e keqe të këtij kombi. Vërtet është, po kam marrë 5 gjoba deri tash për gjërat që thon telefonuesit dhe mesazhet. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Nga flet. Nga flet që s'dëgjohesh. Alo. Po. U flas nga Durrësi. Mirëmëngjes Durrësi. Mirëmëngjes ju qoftë. Do bëj pyetje para diskutimit. A ka të drejtë zonja kryetare e bashkisë së qytetit Durrësit që të kthehet përgjigje për mesazhin që japën populli? Po, ka detyrë. Unë i kam bën mesazh shumë të rëndësishëm dhe kërkoj si përgjigjen e mesazhit ma kthejnë zonja kryetare që para votimesh sa herë si i baka populli telefonat a një hapka. Teksti nuk pranon me hap as ajer as sekretaria e qytetit Durrësit. Normal, aq ishte. A mund të thëni përgjigjen? Po pra, aq ishte po them. Mirë. Ka, s'ka nevojë njëri për ty tani që ka lunë zgjedhjet. Besoj edhe zotëria është i qartë tani, vazhdojmë me mesazhet tjera. Mirëmëngjes, kur një popull vrapon për bukën e gojës, mendosh për mjedisin quhet luks. Nuk është luks, kam përshtypjen se tanko është për trafikun edhe mund të jetë luks, po mjedisi është pjesë jetike. Ky popull e ka hak, qeverinë që ka mirë, ne që jemi pjesë e këtij stani. Me respekt, Tani nga Saranda, e përshëndesim Tani nga Saranda. Ndërkohë të tjera mesazhe më thonë, Flavio, një show, pas ka dhe një këshu me sy. Flavio, gratë e këti modeli janë nostalgjike dhe kujtojnë se si në komunizëm dhe sot mjafton një larje vetëm të shtunave. E vërtet është edhe ajo bën mirë për flokë, thonë ti forcon. Po mirë o mirë, po ajo gruaja pse bën ashtu, sikur i kanë taku 308 volë, që nuk e ta dëgjojmë dhe një, ti dëgjojmë dhe njëra ata të dy. Të lutem, ti shijojmë pak. Se na bën mirë të gjithëve. Hajde, regjia, atë gruan dhe atë robi në Vlorë. Shumë i miri, do me thënë, ja kalon vëndeve më të pasura në botë. Shumë mirë fare, nuk ka do me thënë më pasët. Shumë bukur. Edhe shumë mirë fare. Stop fremin, mbaj fremin. Mbaj fremin. Ashtu. Bëj pak zoom ke detit, do shifni që është ky vëndi ku është bërë intervista, është pika në Vlorë ku derdhën urat e zeza në plazh. Shifin qik. Shive pak nuancën kafe të detit. Është fiks vëndi. Po nëse shumë mirë, thot zotëria, shumë pastër. Vazhdojmë me atë zonjën për ta shijuar. Mandatet do vazhdojmë t'ja japim, por që ujnë nuk do kemi një Neve jemi me Edi Ramën sa tjetë bota dhe kështu që nuk ndryshojmë. Më mirë që jemi me Ramën, por ti do të cilë Rama ujnë 24 orë për Se ka Rama të në dorë, pasaj... Ne kemi qenë mizeri fare, tu nuk kam 30 vjetë e kjo lagja. Tu ka qenë që s'ka pasu i fare. Ne kënaqe me kaj dhe urojnë të dali rrimë velia sa më shpejt. Jemi të kënaqër. Pse more, se po dua, do ta blej ujnë, po rrimë dali nga fushko. Le të vdes vetë milioni dali. Edi Rama atje sa t'je mu gjallë, pasaj beqat bet. Do pa ujë qëndroni. Pa ujë fare. Rama tjetë. Ashtu me telefonat, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si vlive. Mirë fare, më thuaj. Mirë, si dukeni. Jam i banori i Valiasit. Edhe kam filluar me shtu të rrugë të lagjes. Po. Po ne e kanë ngritur aq shumë, sa nuk dalim dot nga shtëpia. Kemi vajt në bashki, nuk na jep njëri përgjigje. Janë këto të firmës, nuk në japin përgjigje. Nuk e di se të bëhet me neve. E kanë ngritur rreth ke porta rreth 60 cm. Me thënë nuk del as makina, edhe ne që jemi pleq, nuk dalim dot. Po keni mundësi, si mas mundësive t'ju, si dhe një kamër, Do e sjellë patjetër. Një kështu, edhe ta shikoj me fjalë fakt, realitet, e ke parasysh? Absolutisht. Edhe këto inxhinierat
është një çon i ri këtu që thot Maci inxhinier, nuk na jep përgjigje. Nuk na jep fare, nuk na përfill fare. E mos janë aty për të dhënë përgjigje për atë punë, janë për tëra punë. Mi the nuk na jep as ka projekt. Projekti do të ishte marruar çish para votimeve. Normal. Një muaj që kanë filluar, 3 punëtor punojnë. E kuptoj. Nuk e kam probleme me punëtorët, punojnë 20, 30, 50, 1. Po është problemi që janë ngrit rrugën shumë, nuk ecim dot, nuk dalim dot nga shtëpia. E kuptoj. Dakor, zotëri, faleminderit. Mund të ta filmojmë më vonë, do ta hedh prapë, do ta hedh atje ke jo. Jeta është qef, unë jam pensionist. Okej. Am kuptoj. Sigurisht. Unë jam pensionist, unë po kalamaj në lanë. E në gjëtë Kena ngellë vetën farë në për shpia, aman mëse unë me Roma, i rritëm fëmijët, i podëm, i rritëm, i shkollum, i dhjem, kur dhe fone s'kena asë një shpi. Kena ngellë, si shkopi thatë. S'kena një njeri me ngulli gosht, morë. S'kena, aq keq, pa shkoj, nuk e di se si është pona. Nuk e di, nuk jam në gjendje të kuptoj. Ja trisht, absolutisht, zotëri. Pane, po keni mundësi, ju lutem, sillni një që ta shofi nej bashkia, se në këto, ne shkojmë atje, bo kërkes, thot, bo këshu, bo ashtu, në kujë funë, na, ashtu njeri. E drejt, do në njësë pa tjetër. Po keni mundësi, sillni një ta shikoj rrugën, se po dhe asfalti nuk ka vlerë më rrugën. Ja, iku historia. Po dhe asfalti nuk ka vlerë, të që edhe trotuarin e kam bërë 5 centim, 10 centim. Nuk ka vlerë trotuari, 10 centim. Nuk hecën dot. Am kupton? Absolutisht. Për një të thot vlajot, për një të thëmë, po keni mundësi, ju lutemi shumë, Po s'ke nevojë fare të lutesh, do nisim patjetër. Jo, të lutem se ndoshta keni edhe punë të juaja, keni hall të juaja. Kjo është puna jote, keni probleme të juaja, unë që të vi këtu në Valijas, ka rruga Pjeshkoria, ta shikoj. Të vi të fuki shtëpia ime, të vi të hapun. Unë nuk dal dot nga porta. As me mjetas me unë jam dhe fshatar funit, kam dhe qik tok atje, një gjë që me shku me sperkat, me valid, nuk dal dot. Po më prishet, edhe qik rrush që kam, ato pema, dhe gjë, po më prishen. Qa do të bëj? Absolutisht. Unë nuk di ku të ankohem. Nëse ju shqetësoj dhe juve se ju kam marrë shpesh. Faleminderit për telefonatën dhe të mirëpresim sërish, ndërkohë që njerëzit kanë kështu hallesh praktike. Kryeministri është në këtë samiti në Shkup dhe ka shëtitur atje. Të shohim pak që janë bërë lajme jo atletet, jo takimet me Ali Ahmetin, 8-ën, 9-ën dhe 12-ën. Si u duket çarshia e Shkupit? Kam marrë për intervista, kam marrë për bujarin. Mbillojnë deklaratë për bujarin vetëm keni ardhur, jo për shqiptarët e Maqedonisë. Sepse jo ta pyet kështu. Ju me bujarin, Kurti me Ivetin. Fare, kam marrë këtu për qef. Nuk kam marrë. Deri ke çarshia ishte mirë, tani e prishën fare. Çarshia shqiptarët do të dëgjoj. Shumë mirë, po pyetja s'kishte lidhje. Ka mundsi kaloni sa më bukur. Faleminderit. Ka lezet. Tash do ndjekim atë insertin për zonat e mbrojtura dhe ca shkelet vogla kushtetuese, ta shijojmë pak si thoni. Jeni gati? Do bëheni gati. Bëhuni gati pak se duhet i dëgjojmë pak këto. Ndërkohë, Greqia ka mësuar nga Frida Krifca dhe nga Ilir Beqa, zonja zotëri, ka plas skandal, një 500 milion euro kanë rrujt politikanët grek, por nuk po i heqin do të qafe se kanë imunitet sa dhe thjesht i kanë rënë kështu të dora, turp të dvire, file, si klepsi këshure, file, dhe pa tjetër që është tërbuar Europa. Me gjithë para se të shkojmë aty, do shijojmë pak se për çfarë përdoret aeroporti i Cooksit që do bënte namin me çunat e Londrës, me sa duket ka përfunduar në një pistë garash dhe të shojmë pak 14-ën, lutem.
do bëhet një film i ri, Kukës and Furious, tash. Nuk ka më Fast and Furious, do jetë vetëm Kukës and Furious. Nami do vi Vin Diesel në Shqipëri të xhiroj edhe filma, se siç thot shpreha, ndodh dhe jashtë bëhen edhe filma. Tani 15 dhe 16 lutem për të parë pak se ç'bëhet nga Greqia, skandali me fondet e bujqësisë, një ministra japin dorëheqjen, por Mitsotakis jo vetëm pranon largimin e tyre, po më duket se e ka edhe kokën pak në darse. Në Greqi, pavarësisht se banojnë shumë shqiptar, kanë mësuar të sillen si grekët ata dhe shumë afër një krizë protestash mbi të gjitha nga fermerët, të cilët do duhet të ishin ata përfituesit fundor të atyre miliona eurove. Kemi dhe një video shumë sqaruese në fakt, është në anglisht, po besoj mund ta kuptoni fare qartë. Merre pak 16, lutem. Hey Greece, what's new with you? Some people from our government stole millions from the EU. Wait, what? Yeah, it was a huge scandal. Okay, what's the story? So some powerful people here pretended they were farmers. They told the EU, hey, we have goats, sheep, and farms. And they told the EU, can we have some money to help take care of them? And we believed them, so we sent them hundreds of millions of euros in farm aid money while you were trying to help. Yeah, money that was supposed to help real farmers. Yeah, so the issue is those people were lying. There were no goats, sheep, farms, not even banana trees on Mount Olympus. What? Yeah, someone said they're growing banana trees on Mount Olympus, snowy Mount Olympus. Anyways, those people lied and stole so much money. And how were they caught? Our detective team was like, something seems fishy. Yeah, it definitely was. Our detective team wrote a 3,000-page report showing that the Greek government was included in the scam. 3,000 pages? And from those people were ministers, lawmakers, and workers in a farm payment agency. That's like a whole gang. They were! The investigators even listened to phone calls and bro, they were bad. Why? They were talking as if they didn't care that they stole so much money. Yeah, they stole it. I don't think they really cared. Yeah, and thing is, a lot of people here got mad because that money was supposed to go to farmers, not random stealing politicians. But you arrested them, right? Well, thing is, politicians here have immunity, so they cannot go to jail unless parliament says so. Yes, our detectives sent that 3,000-page report to the Greek parliament and said, please arrest them. And our prime minister said, we failed. Well, as long as they're trying to fix the problem, that's what's needed. Well, I don't know if they're fixing it because we fined Greece 415 million euros. And our people are mad because this is going to be taken out of taxes, although some politicians stole that money. I really wonder who would even trust politicians anymore. Pra kanë vjedhja 500 milion euro, kanë bërë 3.000 faqe raport këto të Bashkimit Evropian dhe i kanë vënë një gjob të maj me Greqisë që do e paguajnë gjithashtu taksa paguesit e zakonshëm grek. Parashikoj ca protesta të dhunshme, një djegje modeste të Athinës, në politikan do haj shpulla rrugëve siç ka ndodhur edhe gjatë krizës. Gjëra që i bën populli liridashës i Greqisë, ndërsa